U bori shtëpis për fëmijë 0 deri në 5 vjeç në Shkodër, u pasurua me fidan të rinj agrumesh dhe ullinjsh, duke i shtuar këtij kopshti krahas gjelbërimit edhe pemë frutore. Kjo nisëm erdhi nga shoqata ambientaliste Ekomendje, e cila tashmë ka kthyer në traditë mbjedhjen e fidanëve dhe ruajtjen e mjedisit. Patjetër janë gjithmonë të rëndësishme, sidomos kur bëhen ta institucione afër fëmijëve. Tash ka filluar sezoni i mjalljeve, dhe ku më bukur që Ekomendja më fillu sezonin tek shtëpia e fëmijës, një institucion ku ne jena vullnetar për shumë vitesh, bashkë me fëmijët e vegjël, bashkë me stafin që duhet të paralëndruar dhe përgëzu, edhe me aktivistët e Ekomendjes, mendojmë me bë këtë aksion mjalljeve sot në shtëpinë e tyre, duke mjall agrume, mandarina, portokalla, ullej. Normalisht ja përveç me dhënë simbolin e jetës që është pemë, por normalisht edhe fruta, bukura që ata sot rriten me mlall bashkë me aktivistat me shiju. Drejtuesja e këtij institucioni, Angela Radovani, falenderoi ambientalistët për mbjedhjen e fidanëve. Na shërben shumë dhe është e fokusuar për mi dhanë ngjyra dhe më shumë mundësi për mirërritje dhe mirëqenie fëmijëve tonë, sepse të kesh agrume dhe produkte bio nga kopshti jonë ashtu siç kishte dashur çdo familje me pas, është edhe kënaqësia e të marruni diçka origjinale dhe të pastër, por edhe shumë simbolike. Është një kujdes i drejtë për drejt që shkon për fëmijët dhe unë e falenderoj shumë Ekomendjen edhe Mirësadin që gjithmonë kujdeset për ne. Nisma të tilla vullnetare nga ambientalistët pritet vijojnë edhe në institucione të tjera, siç është shtëpia e moshuarve, por edhe në malin e Taraboshit.